Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se takojmë së bashku në emisionin Informohu edhe ti. Sot do të flasim për rëndësinë e jashtëzakonshme që sporti ka në jetën e fëmijëve dhe të rinjve. Në një kohë kur jeta moderne shpesh i mban fëmijët të lidhur me teknologjinë dhe larg aktiviteteve fizike, angazhimi në sport ofron një mundësi unike për zhvillim të gjithanshëm. Përmes sportit, ata jo vetëm që forcojnë trupin dhe përmirësojnë shëndetin fizik, por edhe ndërtojnë vetbesimin, disiplinën dhe aftësinë për të përballur sfidat e përditshme. Kemi të ftuar sot Adnan Gjokaj, themelues dhe drejtorin e klubit futbollistik Miljeshi, cili do të ndajë përvojën e tij mbi ndikimin pozitiv të sportit të fëmijëve dhe të rinjve. Do të mësojmë se si ky klub i mbështet ata në këtë rrugtim, duke ndihmuar të zhvillohen si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Faleminderit që keni pranuar ftesën tonë dhe jeni sot me ne. Faleminderit që më keni ftuar dhe përshëndes të gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj. Nga përvoja juaj, cilat janë disa përfitime të drejt për drejta që sporti ka në shëndetin fizik dhe mendor të fëmijëve? Po pra, siç e cekt në hymje edhe juve të këtij emisionit se aktivitetet fizike në sportin në përgjithësi ka benefitat e shumta. Nuk kanë thënë rastësisht njerëzit e mençur që është në lartësi se në trupin e shëndosht, edhe mendja e shëndosht. Kjo është fillimi i të gjitha të mirave apo mirësinave që ka mund të ofrojë një sport, pa marrë parasysh është futbolli, basketbolli apo ndonjë sport tjetër luftarak. Ne bashkërisht me disa bashkëpunëtorë të kësaj lami, domethënë të fushës sportive, kemi 4 vite që bashkëpunojmë me fëmijë dhe përveç këtij lloj bashkëpunimit, edhe në të kaluarën kam qenë dikush që ka ushtruar, apo kam pas nga afër të shokët të cilët ishin angazhuar ndoshta edhe profesionalisht me futboll apo me ndonjë sport tjetër, dhe lehtë u dalloshin njerëzit që merret apo personat të cilët u marrshin me sport nga ata që nuk u marrshin. Dukja e tyre fizike në njëri ishte evident në favor të atyre të cilët u ballafaqoheshin për ditë me sfida apo stërvitje të shumta të cilët e kishin në sport, të cilët ishin të angazhuar, për dallim të atyre të cilët ishin pasiv, statist apo të cilët gëzoshin komoditetet apo komfortet të cilët të ushtron shtëpia apo mënyra më e relaksuar e jetesës. Mbi pesha në atë kohë, po edhe sot është një alarm evident në cilin shumë të them analista apo eksperta të fushës së medicinës apo fushave të tjera mendojnë, analizojnë, bëjnë shkrime, tekste, komente me kuptim që fëmia për ditë e më shumë i kanë qejf të kyçën më shumë në këto pajisje teknologjike, të marrën me rrjetet sociale, të harxojnë, të shpenzojnë kohë të hutojnë për si që ceka rrjetet sociale apo telefone, kompjutere, lojra të ndryshme me të cilët veç se bëhen të themi kështu më thojza avdale dhe të pa fryshëm. Ashtu që nga përvoja ime dhe shokëve të mi që bashkëpunojmë apo që kem kontakt të përditshëm me fëmijë, shohim se aktivitetet, stërvitjet e ndryshme me të vërtetë se forcojnë identitetin sportiv, trupin, e formsojnë një individ të riun i cili të fëmijën i cili në këto kohë të vështira, në këto kohë moderne ka nevojë sa më shumë kësisht të themi ventile të fryse për të qenë në gjendje të i ballafaqojnë sfidat e ndryshme të jetës, të arsimit, të shkollimit dhe të gjitha ato të cilat mund t'i ndihmojnë ta forcojnë karakterin apo identitetin e tij si një njeri në të ardhmen. Do të thotë ju keni iniciuar këtë klub duke dëshiruar të bëni diçka më shumë për shoqërinë tonë, apo jo si posaçërisht për fëmijët dhe të rinjt? Po, sa i përket klubit futbollistik Miljesh, konkretisht ky ishte ai, do të themi misioni im ta jap një kontribut. Ndoshta ka edhe persona të tjerë të cilë ishin më të rësuar se unë në laminë e sportit dhe futbollit përgjithësi, mirë po deri në atë moment kur kush nuk ishte një ide të përpikt apo të konkrete, ishte ndoshta një ide abstrakte deri atë moment, pasi na veprojmë sportivisht në bashkinë lokale të Mileshit, ashtu që si nostalgjike, si apasionues i madh i sportit, posaçëm dhe i futballit,
vendosa që ta bëj një hub i cili pikpamje time ishte pozitiv dhe konstruktiv, të ofrojmë familjeve një strehim sporti, mundësit për të zhvilluar, të kenë kushtet apo ato ofertat e njëjta si që kanë familjet në bashkësi, të themin vendet e tjera, bashkësi lokalet e tjera, si që kanë rastet apo oportunitetet për të zhvilluar në qytetet e tjera, ashtu që është një plus për ta, kuptim gjithashëm sportiv, një element, do më thënë një fushë e cila ishte lanun pasdore, pa kur isha unë si fëmijë dhe gjeneratat e mia, ashtu që brezat e ri nuk ka nevojë të vuan nga mungesa e argëtimit sportiv, e dëfrimit futbolistik, por që të kenë para sa më afër shtëpiave të veta, sa më afër rrogjaqeve të veta të keni një hapësirë të tregojnë, të punojnë, të tregojnë kapacitetet, talentet e tyre, por mbi talente, mbi rezultate sportive suksesi më i madh është ai se do të kujdesen për trupin e tyre, për gjendjen psiqike të tyre, do të mësojnë disiplinë, do të mësojnë për bashkëpunim, do të mësojnë domethënë për kooperim, dikush prej tyre do të veçohet për talent të liderit, leadershipit, të tjerë do të kuptojnë se janë pjesë e barabartë të shoqërisë, dhe se pa bashkëpunim të tyre preciz apo konkret, pa dashamirësi midis njëri tjetrit, nuk do të jenë në gjendje, jo vetëm se në sport të jenë të suksesshëm apo të bëjnë që të lëvizojnë shoqëria, por se edhe në të ardhmen në sfida tjera sociale, shoqërore, politike, kulturore, e të tjera se është e domosdoshme të jenë njëri buz tjetrit, se bukarisht ata së bashku do të ndërtojnë një bazë të shëndoshme, shpresat janë se një armëri, në armëri ata do të jenë ata margaritare të cilët do të përçojnë mesazhe pozitive dhe do të ndikojnë edhe në formim të shoqërisë, edhe në brezet tjerë që të vinë edhe pas tyre. Përveç këtyre që përmendet, si ndikon angazhimi i sportit në përqendrueshmërinë e fëmijëve dhe si nxit ky klub që ta përmirësojnë ata? Konkretisht pak edhe preka këtë pjesë në diskutimin e më pashëm. Në fillim, kur i numeri tyre vishin të normalisht të pa brigaditur, ishin pak edhe të them viktim e sfidave sportive, pasi në të kaluarën apo në periudhën para klubit tonë, ishin të lem të them pak se sa të hutuam nga këto rrjete sociale, nga internetet, nga kompjuterat, nga komforti jeste i cili u ofrohet në shtëpinë e tyre. Ashtu që me qasjen, me integrimin, me evoluimin e tyre konkret, pragmatik në bashkëpunime me trajnera, të cilët i kem brenda klubit, që ishën në kaluarën, por se si që të seka është e viti i 4, veshim re se pas një kohë të caktuar, pas 1, 2, 3 muajve, 4, pas gjysmë vjetëve, përqendrimi i tyre, fokusi i tyre, koncentrimi i tyre ishte shumë më i nivelshëm se sa në fillim kur u grumbulluam të gjithë në bashku. Pjekuria e tyre futbolistike para gjithash, normalisht se pas një fjala për futbolin, ishte shumë e pëlqyeshme, na jepte satisfakcion se nepshin signale pozitive se jemi duke i drejtuar, duke i udhëzuar në rrugë të duhur, se janë duke arritur kulminacionin e atyre sjelljeve të cilët ne i prishim prej tyre. E prej tyre mesë shumë të i prishim të shkapusin zinxhirit e varësisë prej rrjeteve sociale, prej stilit komfort të jetës, ashtu që ishim dhe jemi të kënaqur që ata prej ditës në ditë u forcoshin, u formsoshin, u bashin atlet, por edhe filloshin të kenë pëlqyeshmëri të bashkëpunimit të sfidave të tukanosën, do më thonë sfidave të ndryshme, jo veç në bashkësi lokale ku ne gravitojme, punojmë, por edhe në kontakte me fëmijë të tjerë, me grupe tjera nga qytetet tjera, në Maltezi si që janë Podgorica apo Nikšići, ashtu që mendoj se pjekuria, stabiliteti, kujdesja ndaj trupit së vet, dieta dhe ëndra për të arritur bashkarisht një sukses, ishte vërtet një element i cili e sugjeron, do më propozon sportin
të jenë pjesë e pandashme e të gjithë këtyre fëmijëve. Nuk kanë thënë se duhet konkretisht me ne të vinë të bashkëpunojnë apo në sportin ku ne veprojmë se duhet bashkëpunojnë, por se mendoj se është shumë më pozitive, shumë më e duhur, shumë më kruciale që çdo fëmijë të merret me një aktivitet sportiv, qoftë edhe se s'ka ndoshta material apo se s'ka prirje natyrore për tu angazhuar në një sport, se talentin ta jep Zoti, po talent fëmija ndoshta nuk mund të arrisin suksese megalomane siç mund të vërejme në skenën botore, por se për shëndet, për shoqënim, për socializim, për bashkëpunim, për disiplinë, është shumë e nevojshme që çdo fëmijë t'i shkapet atyne komoditeteve që ofron shtëpia apo rrethi i ngushtë familjar dhe i grim të zgjerojnë hapësirë dhe kapacitetet ku do të zhvillohen karakterin e vet. Ajo çfarë është edhe më e rëndësishme në ditët e sotme, a mendoni se teknologjia është një ndër arsyeja kryesore të them që fëmijët i pengon të kyçën në aktivitete sportive, apo kemi edhe arsye të tjera? Nëse bëjmë një retrospektiv nga kjo perspektiva jona sotme, mund të dallojmë dallime fascinante në kontekst negativ të sjelljes apo përsyeshmërive që kishim ne apo brezat edhe më të moshuara se çka jemi ne e çka kanë sot të rinjt, të fëmijët në përgjithësi. Në ato kohra ne nuk kishim as telefona, as kompjutera, nuk ekzistoshin rrjetet sociale, por ekzistonte përveç normalisht se shkollimit librave, ekzistonte fusha sportive, shoqëria e cila me marak të madh, domethënë me dëshirë të madhe, priste që të bashkohemi diku në dolje lagje, të luajmë qoftë edhe t'i vajmë dy gush si t'i themi si dy gola që janë si t'i kim si shënjestër, e sot fatkeqësisht kemi trendet e tjera. Shohim nga në fëmijët sa më të vegjël që janë, por shohim një lloj varësie nga telefonat, po si thohet, po i hap syt, dëshirojnë të kyçën telefonan, nuk ja napin prindrit më dorë, kyçën tepër thellë, hyn një lloj halucinacionesh, iluzionesh, fantazinash, një botë jo reale, surreale. Prandaj sporti është i vetmi pështim për shumicën e tyre, e vetmja rrugdalje që të vetdjesohen, që të kthejnë mendjen në gjërat reale. Merrni me mend, ne na ndodh që gjatë stërvitjeve të vinë fëmija në stërvitje për herë të parë, dytë apo tretë, dhe mund të vërejmë ta dallojmë komunikimin që ka me ndonjë shok të tyre, ajo është përplot emocionesh të këtyne filmave vizatimore apo të lojrave të ndryshme që ofron interneti, dhe kjo është me të vërtet një vezë shoqëror, kjo është një alarm në përgjithësi ku duhet të trajtohet, mos të lahet pas doret apo pas shpinet, se në këtë kontekst fëmija nuk mund të ketë zhvillimin optimal. Prandaj është në pyetjet juve konkrete janë rrjetet sociale, janë këto pajisje teknologjike, ato të cilat vërtet hutojnë fëmijën, e bëjnë të pa përgatitur për sfida edhe shkollore e me edhe sfidat e tjera. Jam i bindur se shumica e fëmijëve në shkollë ka probleme të ndryshme të koncentrimit, domethënë të përqendrimit, të pasojnë të vijojnë normalisht me simullanjen, dhe që jam i sigurt se me simullansit e tyre kanë bajagi problematik që këta ti kthejnë të thojnë në brast të duhure, të japin maksimumin e tyre që t'i shkapusin nga të gjitha këto probleme të cilat kjo teknologji e re i mundson. Teknologjia e re normalisht se i ka dhe anët pozitive, por se për ne gjeneratat pak tashmale, më të moshuar me çka jemi, ishte kënaqësi enorme të dalim, të hellim, të themi, të çanta poshtë, të dalim shtëpi jashtë që të luajmë. Prindit tonë kishin hallin e madh problem që na fusin mbrën përsëri në shtëpi. Sot është e kundërta. Prindi kurse si edhe përkundër mundimit e përpjekjeve që ta bëjnë fëmijën të dalin, të lozin, të stërvitet, ka problem që ta stimulojnë që të marrën me ndonjë sport. Të ndërlidhem këto, do të mendoni se mungon një shtys e prindërve t'i shtyjnë fëmijët më shumë? Mendoj se kjo që të kyçën në aktivitete sportive.
Pa intervenim të tyre determinant, mendoj se fëmija veç do të thellohet ma e tepër në këto vese shoqërore, në këto pajisje teknologjike. Nuk është normalisht rasti njaj për të gjithë, po flasë për shumicën e fëmijëve. Ashtu që po ndërmjetësim të prinderve, nëse nuk kam gullë prindja që fëmijën të drejtojnë, të uzojnë aktivitet, sportit në një bazë rekreative, në diku ku do të zhvillojnë pjesën shëndet trupin e tyre, por me këtë lloj stërvite zhvillohet edhe mendja se bëhej pa varur. Kjo është fort me rëndësi, se me një aktivitet sportiv prapo kur vepron në një disiplinë sportive, nuk është me rëndësi është futbolli apo basketbolli. Ky fëmijë ka interesim, bjen ndoshta në dashuri pas një kohë të caktuar në një sport dhe ai përgatit vetveten, i bëhet i disiplinuar, ka orarin e caktuar të vetë se si do të cillet, që ka shumë importante. Po. Si përpiqeni ju që t'i shtyni të angazhohen më shumë? Keni një ndikim ju aty? Shpresojmë se kemi. Unë bashkë me bashkëpunëtorë të mi, shpresojmë se kemi dhe qka i nëzit mesa shumë ti, qka i të hjek, si magnet që të vinë, të tërvitën janë premtime se do të kemi ndeshjet e ndryshme dhe jashtë bashkësisë lokale tona. Veç stërvitje si stërvitje me nuk i tërhjekin, por dunë njësit e reja, dunë kompeticione, gara, dëshirojnë të shkëmbejnë menime, të kryojnë njësit të reja me klube tjera, ashtu që si që janë ndeshjet e ligës, apo ndeshjet miqësore, turnet e ndryshme, ata jetojnë me një pasion shumë të madh, me entuziazm të dalluar, që mendoj se është merit e gjithë atyre që punojnë me fëmijë, jo vetëm klubin tonë, por në klube tjera, ashtu që unë vërtet duke filluar prej klubit tonë, punëtojt që janë i përkraj, i suportojt që të vazhdojnë, ashtu në klube tjera, në sporte tjera, sepse po marrni me mend një shoqëri e cila nuk i ka këto oferta sportive, çka do t'ishte me fëmijë. Do t'ishim të themit prapa metur të pa pregaditur, do të bëhen demele për ta cile në këtë kontekst vërtet se shoqëria do të hynte në një pyll, do të kaplonte një arsire, shoqëri so nuk i duhet arsira, fëmijët tonë ka nevojë për raste tjera, oportunitete, njësi, për lullëzime. Lullja pa ujtë si duhet, ajo nuk mund të zhvillohet të pa japur energjin e dilë, ashtu që këto strehime sportit, klubet e ndryshme, futbollit dhe normalisht se dhe sportet tjerë janë mendoj një adres të cilën duhet përkrahur si prind ashtu dhe institucionet e ndryshme të cilët janë gjendje të suportojnë këto aktivitete. Përmendet përfitimet të shumta, por çfarë mendoni, çfarë rolit ka kur fëmia kyçet që në moshë të vogël, do të mendoni se është më afër të parandalojë ato, të them sëmundjet shëndetësore në të ardhmen? Po keni të drejtë. Unë jam pajtoha me këto qëndrime, me këto bindje, unë si që cek i shpesher në kontaktet përditshme, fëmijët 7-8 vjeçarë, shumica e tyne vinë bi pesh. Bi pesh që është sinjal destruktiv, si për ta, si për shoqërinë në përgjithësi. Në të kaluarën fëmija spakut, edhe pa pasur këto raste sportive që i kanë sot, kanë pas argëtimet e veta, kanë pa lojra në këndet veta, në lagjet e veta, dhe i kanë ba ato preventime vetë-vetëm, si thohet. E sot kemi të kundërtën. Fëmija në komoditetit e vetën, komfortin e vetën, ofertat e shumëta pas ide diku, edhe stili apo mundësit, standart jetë se është përmirësua, nuk është ma të themi një krize madhe, dhe kjo ndikon sa pozitivisht, ma shumë negativisht në kontekst në këtyre problemeve eventuale që mund t'i kapelojnë këta fëmijë. Ashtu që mendoj që pa i kyç, pra po thëmë një stil shëndetshëm të jetës, do të kenë probleme të ndryshme shëndetësore. Në këtë lami e besoj se doktorët apo ekspertë e medicinës do shta janë ma kompetent të flasën ma përqis, por se si që ceka dhe në hyrje të këti të diskutimi se në trupin e shëndosht është edhe mendja e shëndosht. Merë një me med një person
jo veç të nërija, një adoleshent, po edhe matë më shumë, të cilin ka probleme, apo altime, landime, apo do ke limbje në një pjesë të trupit. A mund të përbalohet me sfida të tjera, a mund të jetë i suksesshëm në shkollën, në fakultete, apo në punë? Jo, të më thënë është e pa mundshme që pa qenë trupi i shëndosht. As mendja nuk mund të japin ato frytet, nuk mund të kene ato efektet e veta pozitive. Prandaj një detalj i vogël apo një gjymtyr e trupit, të kenë limbje apo probleme, mendja fokusohet 100% në kurimin, në mjekimin e saj. Ashtu që mendoj posaçëm për të rinj, për fëmijë. Është shumë importante, do të thonë, është vitale që të japin maksimumin e përkushtimit të vetë që të jene fëmija i shëndosht në çdo kuptim. Si fizikisht, ashtu edhe mentalisht. Do të thotë në stilin e shëndosht të jetës mendoni edhe për ushqyerjen e duhur apo jo ushqyerjen e shëndetshme si edhe ruajtjen e peshës. Mund të dim tani sa i përket konkurrencës sportive, do të thotë keni në klubin tuaj dhe si ndihmoni që ta kalojnë fëmijët ata? Po, ne jemi i numër, kemi në klubin tonë, brenda strukturave tona, një numër të them të kufizuam të fëmijëve, ashtu që nuk është aq problemi i madh i konkurrencës, edhe pse vërtet se ndodh që 2-3 fëmijë të cilët veçohen nga ato aftësitë prirë sportive të cilët dua ka fal Perëndia, dhe është për ne nga ana kur shoqërohemi është një gjë shumë simpatike dhe ne provojmë të him brenda anës psikologjike të tyre, tu spjegojmë se ata nuk janë kundra kandidat, nuk janë konkurrencë, por se sa më shumë pjesëtar të tyre të jenë të dalluar, të kenë ato aftësitë futbollistike, aq më i suksesshëm do të jenë të klubi. Normalisht se nuk është fort lehtë të kanalizohen këto gjëra, por se me dallim kohë, me shoqërim të ditëpërditshëm, ata i shkrijnë, ata kullithejnë ato bariera, dhe ndodh shpeshherë që konkretisht ata 2-3 të jenë shokë më të dalluar që janë brenda ekipit tonë. Ashtu që këta është një problemi, të themi, i bukur që mund të kenë në klubi jonë, sikur në shkollë që kemi dy nxënës, ata dy stimulojnë njëri tjetrin, shtyn njëri tjetrin të qenë sa më të mirë, sa më cilësor, sa më dalluar, sa më të suksesshëm, ashtu që këto janë ato probleme të themi në thojza të cilët ne i kërkojmë, që të kemi sa më shumë fëmijë të talentuar dhe gjithçka do të vinë në cakun e vet të duhur. Por do të thotë nuk ka presione mes tyre. Nuk ka rivalitete, po mendoj se të shëndoshta. Këta janë fëmijë, nuk kem pas deri tash të them një probleme funksional për të cilit 2 fëmijë kanë probleme, duhet njëri të braktisë në klubin, të aderojnë në klub tjetër, por se janë gjëra simpatike që ndodhin, që është bukur të shoqërohemi me frymën e tyre luftarake, atë interesimi dalmulletin e tyre, edhe pse shpeshherë fëmia që konkretisht që nuk kanë presion brenda klubit gjatë stërvitjeve, ku i zhvillojmë në bashkinë lokale tonë, ata napin maksimumin e maksimumeve, edhe mbi 100% e mundësive të veta për dallim prej situatën nga njëherë kur ne shkojmë në gara jashtë Mileshit, jashtë Malësisë, në Podgorica, po me gjanë ku atje pak shiqojnë i grimë se ka presione, se ka publika, se sytë opinionit janë drejtu atyre, edhe aty nga njëherë kanë pak ngulfatje të theme apo i grim bariera, ku ndoshta nuk janë gjendje me lënë 100% e tyre, por se tona janë këto pjesë përbërëse të jetës, të sportit, të vepritarisë në përgjithësi, dhe këto me qetësi, me relaksilitet, me fleksibilitet, i pranojmë dhe i anashkalojmë. A keni ndonjë histori të ndani me ne, do të frymëzuese të transformimeve fizike dhe psikologjike që keni parë të fëmijët dhe të rinjt përmes të angazhimit në sport? Ka, nëse është fjala konkretisht për klubin tonë, kem pas situata ku fëmija vje ndoshta 10-15 kg mbi peshë, dhe mbas një kohë të caktuar, mbas stërvitjeve të forta, normalisht adekuate për grupë moshën e tyre,
po ka pas, të më themi kështu, metamorfoza, apo ndryshim, transformacion, të jashtëzakonshëm ku fëmia vjen në nivel shumë duhur, shumë pozitiv, shumë të shëndoshëm, me cilin e lajmë burrët, por edhe është pjesë e satisfakcionit të prindërve të tyre se vërtet kanë arritur atë qëllimin që i kanë dërguar fëmijët tek ne. Ka pas të raste të tjera sikur vjen fëmia në gjendje të dopta psikomotorike apo të themi me pengesa në vraprim apo në lëvizje të ndryshme dhe pas 3-4 vjetëve që punojmë me ta, ai person është transformuar mund të themi lirisht është një djalor që i përgatitur edhe për aktivitetet e tjera, edhe të shkojnë, të vijojnë, të provojnë, të shkëmbejnë edhe talentet me mosha tash më të rritura në klubet e tjerë. Kem pas rast me sa më kujtohet edhe me një djalor i cili tashmë është rritur, nuk është më pjesë e klubit son, pasi ka të i kaluar këtë moshën deri me cilët ne bashkëpunohemi, i cili ka pas probleme me frymarrje. Edhe doktorët i kanë sugjeruar prindërve të tyre që të jenë shumë i kujdesshëm, ndoshta edhe mos ta çojnë as pak të stërvitet, po më mirë të kujdeset, por ai fëmijë nga ai vrulli i madh, ajo dashuri e madhe që kite për shokët vetë, për futbollet që jenë pjesë e barabartë me ta, nuk i ka devijuar, po ka kërkuar që gradualisht të kyçet edhe pas një pjesë ndoshta një veçare që është stërvitur rregullisht me ne, që ka treguar interesime e kvalitet jo të vogël, përsëri kanë shkuar në këto kontrolla rutine që i kanë dhe kanë pamet fascinuar pozitivisht doktorët që ai person bukurisht ka është shëruar totalisht nga ato pengesa që i kite me frymarrje. Ishtë me këtë situatë edhe një nga familjarët e tina ka kallëzuar, nuk është se ne tash kem zbuluar diçka të reja, se kem vurë ne re, por se me të vërtet se da bën kënaqësi që ky klub Spakut në atë kontekst i ka ndihmuar. Ndoshta nuk dim a do të vazhdojnë të merret çastet më të thellë në sport apo do t'i kalojnë në interesimet në një fushë tjetër, por se kjo është ajo dhe point, ai thelbi i të cilin e kemi në këtë emision se sa i shëndetshëm mund të jenë sporti normalisht brenda atyne strukturave apo kufive, brenda asaj atij vathit pozitiv, më tha pa i presionuar, pa i ranuar, pa i mbi ngarkuar, por optimalisht adekuate me maturi. Ashtu që ky rast është ndoshta më i bukur apo më i dallori me cilët ne më së shumti si pjesëtar të klubit me cilët ne krenohem dhe këti djalor që normalisht të tjerë u dëshirojmë veç suksese e shëndet e gjatet. Dhe kjo dëshmon se sporti është zgjedhja e duhur gjithmonë. Po, absolutisht. Përmend me pak sa edhe për prindrit dhe ndërgjegjësimin e tyre, si mendoni se mund të rritet ndërgjegjësimi i prindërve dhe i shoqërisë për rëndësinë e aktiviteteve sportive në parandalimin e problemeve shëndetësore? Do të folme pak më parë se kanë një rol kyçëllata. Konkretisht janë, të themi, prindrit elementi kryesor i çdo themi fëmiu, i çdo familje, pa interesim të tyre, pa intervenim të tyre, pa mendim, pa ndërmjetësim të tyre, familjet kurse si nuk mund vetin ta drejtojnë në një veprimtari të shëndosh, të marrin, të përqafojnë stilet e shëndoshta të jetës, pasi prindërt janë modeli i parë i çdo fëmijut, sidomos në flasim për periudhën kur i kanë 5, 6, 7 vjeçar, ata ndjekin gjurmat e prindërve. Familjet nuk janë të njoftuar as me ne, as me punëtorë tjerë të lamive, të fushave tjera, por me prindër. Çdo fëmijë do ta ndjekin, do ta imitojnë apo kopijojnë, si më thonë, sjelljen e prindërve. Ashtu që nëse një prind ja lejon fëmijët të jenë 24 orë i mbytur brenda rrjeteve sociale, internetave, lojrave, filmave vizatimor, ai do të jenë brenda errësirët, ai nuk mund të shiqë, mund t'i hapin vetë pas penxheret e të shiqojnë çka janë oferta tjetra. Prindi është ai i cili duhet ndikuar në ta, i cili duhet ofruar, duhet insistuar se në fillim insistimi i prindërve është kyç, është determinant.
Do shta në do faza, në do mosha kur janë me të vjetruar, aty fëmija vendos vetëm. Por në fëmërinë e heshme, 4, 5, 6, 7 vjeçare, a i dojë mos duhet dëgjuar una qka janë baba, nana, apo dikush prej familjarëve tyre. Ashtu që në parandalimin e të gjitha problemeve shëndetësore, ata duhen të jenë bulmeti të themi i kësaj iniciativë. Ata duhet të jenë aty aktiv, shumë vigilent, mos të jenë të them as neutral, as pasiv, as neglijent, por të jenë shumë aktiv dhe të dalojnë se në sport muj fëmija të japin maksimume apo të japin talentin e vetë, edhe pse prapë të thëmë, talenti gjaja me e parënësishme në fazën e zhvillimit të fëmijës. Unë jam i bindjes dhe i mendimit që prind duhet angazhuar, duhet impenjuar që fëmijun të qojnë diku një sport pavarësisht talentit. Edhe ma i pa i talentohemi meriton apo e ka vendin e vetë në çdo strukturë sportit. Dhe është me mirë, me produktive për shëndetin e ti fizik dhe ata psikik që të ti kyçet një sporti. Talenti vjen apo nuk vjen, zhvillohet, apo nuk zhvillohet, se gjithë këta janë të themem diamantët, shumica prej tyre të janë normalisht në fazën e re të pa glendur. Duhet provojmë të i glendim si fizikisht, ashtu edhe mentalisht, se pra po thomë nga aktivitetet sportive nuk mund njeri me humbë. Në përgjithësi, qysh në parahistori, ka pas kërkesa e zbulime, ulumtime ku populli edhe pse jo i civilizuam, edhe pse jo moderne i pa zhvilluam, për zbavitjet e veta ka pas stile të shëndoshta të jetës, ka pas konkurrence, kompeticione të ndryshme, pastaj ka vazhdua si në Grecinë antike, si në Egypt, si në Kina, ku aktiviteti i tyre nuk u quajt si sot që po quajt sport, por është diçka një formë shumë e ngjashme, shumë e afërt me këto aktivitete së sotme që i ka shoqëria. Ashtu që nuk është rastësi që në të kaluarën njerëzit i kanë lanë për kushtime vëmendje të madhe zbulimit të sporteve të ndryshme, ku kanë konsideruar se do të fitojnë rejtingun apo popularitetin e vetë, dhe në sot që sportin është pjesë e pa ndarë, bukvalisht gjaja me rëndësishme sporadike jetës, nga e cila varësisht prej talentit e potencialit e edukimit apo përkushtimit, disa prej tyre janë në gjendje apo numër i madh i tyre të jenë ambasador kryesor të vendit, promovues të jo vetëm të familjeve të vetë, por dhe pendlidhjes të shtetit, të rajonit, ku një numër i tyre të cilët janë shumë më të zellshëm apo janë më të shquar apo më të spikatur në sport, arrin edhe që t'i ndihmojnë familjarëve të vetë, apo dhe shoqërisë duke ndërtuar spitale, objekte të ndryshme, kënde sporti apo stadiume, ashtu që kjo është ajo të themi maksimumi i aktivitetit sportiv që dikur nesër të dalin spakut një person i ri, cili do të na prezentoj me performansat e tij të jashtëzakonshme dhe me sukseset e tij në nivele botnore. Po pra po them, to janë ato ëndra të cilat i kanë fëmijët. Ne këtu jemi fokusuar të ofrojmë oportunitet të jenë aktiv, të marrën me sport pa presione, pa ngulfatje, po të fitojnë liri, të fryhen, si thëtë, futbollikisht apo sportivisht, dhe për t'i shkaputur të gjitha ato zinxhire të cilë vërtet janë alarmi i shoqërisë. Mendoni se një ndikim kanë edhe trajnerët apo jo tek fëmijët, se si është ai bashkëpunimi mes tyre? Unë personalisht e konsideroj një trajner në sport ekvivalent me një mësues në shkolla, profesor apo arsimtar, se bukvalisht edhe kjo duhet të jenë ai relacioni i nxënësit me mësues, ashtu edhe fëmijët që vjen të ushtrojnë me trajnerin e vet. Trajneri i tij është apo klubi jon, klubet në përgjithësi duhet me kenë familja e dytë apo e tretë, varësisht sa për çfarë më parë shkollën apo do një klub sportiv, normalisht edhe jam unë i bindjes se duhet arsimimi të jenë numero
uno si thonë italian, edhe gjaja kryesore, parimore, prioritare, mirë po me njëherë pas vjen edhe respekti apo që duhet të kene ndaj trajnerit. Trajneri është aty për të mirën e tyre, është për t'i drejtuar, për t'i udhëzuar të zhvillohen, jo veç në kontekst të futbollit, por edhe si njerëz të ndihmojnë mësuesit, të ndihmojnë prindërve, se ne shumë herë gjatë diskutimeve të tyre që kemi se me fëmijë, jo shpesh herë i fokusohemi veç bisedimit, jo aktivitetit sportiv, dhe u kallëzohemi edhe rastet, eksperiencat e tona pikpamje tona, perspektiva tona, qasjen që ne e kemi me ta është një shumë reaktive, proaktive, dhe jem aty për të provuar të ndihmojme prindërve. Ne shpesh herë flasim që si disiplina, si respekti, si edukata, vinë nga shtëpia. Vinë nga shtëpia. Atë respekt, atë edukat, ne e presim në klubin tonë. Ne shpesh herë ku andojmë me ta, i pyesim se si sjellen në shkollë, si sjellen me mësimdhënësit e tyre, si sjellen me prind. Ashtu që përgjigjja e tyre është shumë signifikante për ne. Pasqyron. Është një pasqyrë, është një shëmbëltyr ideale, por edhe aty në raste ku ka lëshime të lloj-llojshme, minimale apo më të mëdha, nuk ka aq më rëndësi, ne provojmë ti menjanojmë, ti asgjësojmë nga sjellja e tyre, dhe të jemi bashkarisht, si me prind, si me mësimdhënësa, si trajnerat që janë aty, të jemi pjesë e shëndosh e trungut të zhvillimit të tyre, dhe që mos të zhvillohen shtrembët, po trungu i tyre të zhvillohet drejt, duke përqafuar vlerat tradicionale, ndoshta konservative, po duke përqafuar ato të cilat ne na i kanë mësuar prindërit, dhe ato të cilat prindërit tonë i kanë mësuar prindërit e tyre, që janë sjellja e mirë, drejtësia, maturia, mençuria, respekti, do më thallë shumë elemente të tjera të cilë duhet t'i posedojnë çdo një individ që nesër kur në ardhmëri, do më thallë kur ai të zhvillohet, të jenë një person i drejt, i duhur, i vjeshëm për veti, për familjet vet, për kresh shoqërisë, këta do të jenë të them bartësit e ndryshimeve pozitive shpresojmë, dhe ata duhet të drejtojnë në brezat e ri, nëse ata tash drejtohen gabimisht, nëse marrin devime të ndryshme, nuk mund të jenë një ardhmëri lulëzuese apo pozitive. Ashtu që kjo është një model të cilë ne provojmë të praktikojmë, të zbatojmë me ta, në apin maksimumin në këtë kuptim, dhe shumica e tyre kanë konsiderat, por se duhet të jenë vigilent në të ardhmen, se ne i kemi brenda vathit tonë dhe në moshën 12 vjeçare, pas 12 vjeçareve ne, pasi që i mbushim 12 vjetë, ne nuk e kemi kontrol, ndaj tyre nuk mund t'i drejtohen, po për ata janë shtresat të themi të tjera, adresat të tjera, institucionet të tjera, dhe të gjithë duhet pak të provojnë që t'japin kontributën e vetë që ata të zhvillohen në mënyrë të duhur. Nga këndvështrimi juaj, cilat janë sfidat më të mëdha që fëmijët përballen në sport, ndoshta nga përvoja juaj në këtë klub, keni diçka për të ndarë? Se përket probleme më të mëdha, ka aty problematika të ndryshme dhe varësisht nga orientimi i fëmijës apo i prindërve. Shumica e tyre vërtet se kanë, të them, hallin më të madh të jenë sa më dalluar, sa më të mirë. Ashtu që pak sa likështohen nëse kuptojnë se kanë më pak talent se çka i ka ndonjë fëmijë tjetër. Por për ne kjo është totalisht e parëndësishme, se siç e cekëm nuk është edhe misioni ynë të fokusohemi aq në talentat, sa në bashkëpunim të gjithashëm të shëndosh të tyre, e normalisht nga ajo puna, nga i përkushtim, është nësi ku del edhe dojnë talent. Po kjo është më thaj problemi më i madh i tyre në fillim, se kanë qejf të veçohen, të jenë më të mirit, më të cilësueshmit, më të shpejtit, më të fortit, më të urtit, por se në kuptim tjetër
ndoshta edhe te ka dikush ka probleme ekonomike, financiare, ku atë prinderi, edhe pse ne të gjithëve që nuk kanë mundësi, që nuk janë në gjendje, u japim atë rahati se s'ka nevojë as të mendojnë për kur çfarë, shpenzimi pasi ne vërtet kemi disa dashamir të cilët në këtë kuptim janë aty afër nesh, afër këtyre aktiviteteve, afër fëmijëve dhe nuk kanë nevojë të lodhen në këtë pikpamje. Por se çdo njeri normalisht i matun apo i vetëdijshëm i ka parasysh edhe këto probleme që i ka, nuk ka ndoshta në qef kurkush që të jenë dikush që do të pagojnë për ta, dhe këto janë do detale të vogla ndoshta që janë aq me rëndësi, përse këtu janë do problemet kryesore me cilat ballafaqohet klubi jonë, po dhe besoj edhe shumica e klubeve të tjerë se edhe pa përkrahje financiare se çdo gara, çdo kompeticion, çdo turnir apo çdo pjesëmarrje në ligë kushton. Këto janë do elemente kryesore të gërçeve ndoshta apo zvarritjeve minimale që mund t'i kemi, por se nuk janë arsyeja që ne të ndalojmë apo të shkapusim këtë aktivitet pozitiv me tale, në këtë rast unë kurajoj edhe tjerë që pavarësisht a kanë probleme, as kanë probleme, ne gjithë jemi këtu të afër në Milesht, në Malsi, njihemi dhe jemi si njohur në përgjithësi Malsia për bamirësi, për filantropizëm, për humanizëm dhe ka edhe këtu dhe në diasporë njerëz të cilë të rrinë pranë, jo veç nesh, po sa për cili, dhe rrinë pranë klubeve tjerë, dhe kështu duhet vazhduar, dhe mendoj se të gjitha ato problemet cilat mund t'i kemi si shoqëri, mund t'i te i kalojme. Çfarë mesazhi do t'i përcjellni të rinjve që mendojnë se sporti nuk është për to, duke qenë se jetojmë në një vend të vogël, mendoj se ende ekziston ajo pengesa, çfarë nëse nuk tregohen më që mirë? Po konkretisht pak edhe ceka pyetjen paraprake këtë detaj, nuk është aq importante prapë talenti. Me talent lindet, ta fal Zoti, punohet në të, por se me pak e rëndësishme është sa është i talentuar. Ashtu si që shiqojmë ne, ashtu si që vlerësojmë ne, sidomos në fëmijëritë e hershme. Unë kam veç mesazh inkurajues, pozitiv, stimulues që fëmia mos lodhet, mos shqetësohet, mos të kenë ato brenga, nuk është kiamet si të shprehemi kështu edhe nëse s'ke talent. Rëndësia është të vinë, të shoqërohen, të argëtohen, të dëfrohen, të socializohen, të disiplinohen, të punojnë në anën trupore të tyre, në anën psiqike, dhe të mësojnë hapat e para jo është futbollit, po dhe hapat apo që shojnë dhe një bashkëpunimi ideali i cili do të vazhdohet edhe në sfera dhe në punë të tjera. Ka situata vërtet ku prinderi është i pari i cili vëren se fëmiju ti ka të themi handicap në atë kuptim të zhvillimit sportiv apo të potencialeve me cilat disponon fëmija i ti dhe vendos të tërhekin. Mos ta dërgojnë ma në klubin ton apo mendoj edhe në klube tjerë, por kjo është një hap i gabim, nëse i blindohet apo nëse izolohet mbeda shtëpisë e vetë, pasi nuk ka prirje për sport, pavarësisht se cilin sport. Ai fëmijë nuk mund të kenë zhvillimin optimal, zhvillimin e duhur. Dhe në këtë kontekst, në këtë pikpamje, prindërit janë ata të cilët duhet më shumë kritikuar. Dhe kjo është një kritik dashamirë, se normalisht nëse gjithkush është të them çobani kopesë vetë, është i zoti shtëpisë vetë, ai më së miri din dhe duhet të din për familjet e veta, por se mos të menjanojmë, mos të largojmë nga stili i shëndetshëm i jetës, se talentet ndodh ku në fillim nuk i shprehin në mënyrë të duhur, por me punë të pa lodhshme, me djerë se vinë kanë ditë të vinë rezultatet të jashtëzakonshme. Këta kuat përvoja ime që kam vëzhguar dhe shokët apo tjerë që i kem afër në komunitet, po dhe në klubin ton, ka pas lojtarë të cilë në fillim
ishin shumë stagnues apo nuk tregoshin të them kur çfarë potencialit, por pas 2 viteve ndoshta punë me ta, ata kanë ditë mu veçua më shumë se këta që kanë për më shumë talent. Ashtu që mos t'ja vëmë mos diskualifikojmë kur kanë, por vazhdojmë të binden se është adresa e duhur për fëmijët e tyre sporti. Nuk jam këtu duke promovuar apo duke reklamuar klubin ton, por në përgjithësi të gjitha klubet sportet, se ndoshta dikush ka më shumë aftësi për këto sporte me frymë luftarake apo ndoshta në tenis apo çka po e diu, ka disiplina, rregulla të ndryshme që ofrojnë sportet tjerë, por se më mirë aktiv se pasiv. Si e shihni të armën e sportit në vendin tonë? Shpresoj se arma do t'jenë lulëzuese. Mendoj se ka prosperitet, ka hapësirë, kjo të re gjithmonë ka prolua talente të ndryshme, në fushra të ndryshme, posaçëm në futboll, por se nuk është negative që të fokusohen ndoshta apo që si misionin edhe në sportet tjerë, siç janë tenisi apo rastisht kam pas rast 2 vajza të camaj të ndjeki të shiqojnë nga afër, një herë kanë parlën milesh pak të stërvitën, po dhe kanë përcjellën për rrjete sociale me një talent tepër të mirë, tepër pozitiv. Kom pa me t'i fascinuar, më impresionuam se brenda mundësive të kufizuara sa i përket tenisit, që i kanë malësi që të jenë ashtu të dalluara, por normalisht se konkretisht në këtë rast, në këtë shembull, janë prindit ata të cilët i meritojnë të gjitha lavdatat, pasi sigurisht janë ata të cilët e kanë kuptuar se kanë talent tenisit apo kanë provuar t'u japin mundësi të kallëzohen se a posedojnë apo nuk posedojnë atë element, atë faktori i cili është i duhur për atë sport. Ashtu që infrastruktura tjera, sidomos në futboll, është duke u mundësuar shumë se më e parë, janë duke u përmirësuar stadiumet, terrenet sportive, fushat, pak ka shumë është duke provuar edhe për t'u stimuluar, për t'u ndihmuar edhe ekonomisht të gjithë këtyre shkollave, si të futbollit, si taekwondo, karate, çka do që është të them në thojza zanati apo pëlqyeshmëria sportive e dikujt prej këtyre protagonistave të sportit, normalisht se muhet bëhen edhe shumë më shumë, jam i bindjes se çdo bashki lokale duhet të keni komplekse të ndërtuara ku në mënyrë rekreative apo në mënyrë më profesionale ku do t'i kenë ato mundësi që të stërviten si privat ashtu edhe me klube, dhe duhet të ndjekim modelet e shteteve më të zhvilluara se çka është shteti jonë, se çka është vendi jonë, dhe veç në atë mënyrë ecet përpara. Nuk duhet kënaqur me kaq mundësitë duhen të keni, se fëmija, rinia janë kapitali më i madh i juni. Fëmija janë thesari më i çmuar që mund t'i kemi, dhe nëse ne i shkujdesemi për ta, edhe ardhmja jonë do t'jetë shumë më e errët. Ashtu që ata janë drita e shoqërisë, ata janë perspektiva e shoqërisë, me ta mund të prosperojmë dhe me ta duhet provuar që japin maksimumin që t'i zhvilluem në persona të duhur, drejt, vjeshëm dhe të suksesshëm. Suksesi nuk vjen për kryenatet, por se duhet punë pa lodhshme që të korrim sukseset në knaqësi të gjithanshme të krejt shoqërisë tonë këtu në Malësi. Të mësojmë për fund edhe pak për klubin futbollistik Miljeshi, duke qenë se funksionon tani me 4 vite, dhe sa jeni të kënaqur ju si drejtues dhe themelues për arritjet? Kënaqësia më e madhe imja dhe njerëzve që rrinë pranë, staf teknik, është që funksionojme. Domethënë ekzistojmë edhe sot, se ka vështirësina të ndryshme paragjithtash ekonomike, por se motivi apo misioni përse kam bërë këtë nisme sportive është i përmbushur. Fëmijat të ofrohen, të shoqërohen, të luajnë, të kenë mundësitë
rastet, më thë shansët, gjasët e barabarta si që kanë fëmijat në klube tjerë, po saqëm të klubet e Podgoricës se basi aty është grupi apo është numri më i madh i tyre të cilë merren me këtë aktivitete. Jemi të kënaqur, pra po them e kemi një grup jo tepër të madh tek ne, por se u falenderojmë 30-40 prindërve të cilët bukvalisht nga dita e parë na besojnë, i çojnë në besim të plot fëmijët. Dhe kjo është fort e rëndësishme të kemi atë kooperim të duhur. Ne jemi të kënaqur me ta, ndoshta kritika do të ishte që familjet e ndoshta edhe me të rregull që mos të ka përcejnë, mos të kalojnë ndonjë stërvitje, se çdo stërvitje e ka të vendin e vet në funksionimin e metabolizmit të fëmijës dhe 1, 2, 3 herë nëse mungon, ai fëmijë gjithçka çka ka përgatitur bukvalisht për muaj i bjen në tokë. Ashtu që arritjet tona janë e kompeticionet, pjesëmarrjet, kemi pas raste garojmë në turnet të ndryshme dhe ndërkombëtare, na ka ndodhur që të luajmë nga me skuadrat nga Kroacia apo në turnir ku kanë marrë pjesë Partizani i Beogradit, Crvena Zvezda, apo Dinamo Zagreb, apo Hajduku nga Spliti, siç është kanë rasti këtu para 2-3 javë në Podgoricë në Stari Aerodrom, ashtu që për një vend, një shkollë futbollit vogël, siç është shkolla e ynë, për një event, një bashkësi lokale, siç është Mileshi, mendoj se është një hap shumë pozitiv për arsye se ishte e pa imagjinueshme, ishte një stend abstrakt që dikush nga Mileshi si klub, si organizim të garojë në të njëjtin kompeticion me klubet të cilët kanë prestigj apo reputacion botëror që marrin pjesë në ligën e kampionave, ndoshta dikush nga atyre fëmijëve të tyre nesër do dalin në skenën publike, do dalin në televizione, do të marrin pjesë në kompeticione shumë të dalluara, këtë shpresë kemi edhe ne për lojtarët tonë, shpresojmë që spaku dni të jenë dikush i cili mund të luftohet të nderohet se ka qenë pjesë e klubit Milesh dhe pas atij ka marrë pjesë në kompeticione shumë të dalluara, siç janë këto kompeticione ndërkombëtare të shumta të cilët janë pjesë e manifestimeve sportiv. Ashtu që ne vazhdojmë në këtë ritëm, vazhdojmë punë me fëmijë, falenderoj normalisht se përveç me si themelues organizator, kam aty edhe ndihmuesa të tjera, janë trajnerat, të cilët dallohen, të cilët kanë, me them, një etje të madhe të punojnë me fëmijë, të japin edhe kontributën e tyre se një person i vetëm nuk mund të realizojnë kurrë. Bashkarisht mundim të arrijmë shumë si shoqëri. Atëherë mua mbetet ju falenderoj shumë, shpresoj se kjo bisedë ka ndriçuar rëndësinë e kyçjes në sport për një jetë sa më të shëndetshme dhe më të fuqishme për fëmijët tanë. Faleminderit për kontributin tuaj që jepni për vendin tonë. Faleminderit juve që më keni ftuar, që më kanë dhënë rast që t'i tregoj disa qëndrime vizionit të mi dhe shpresoj se në malësi gjenerat apo shoqëria veç do të kenë zhvillimin e vet. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen, mirëpafshim në emisione tjera.